Shkollimi fillore bërin aleancën izraelite në Izmir, mësoj edhe pak në gjimnazin Galatasaray të Stambollit, kur kryente studimet e larta në Milkje me 1888 u përjashtuan nga fakulteti për motivin se lexonte vjersha e shkrime liridashse për parimtare të Namik Shemalit, më pas kaloi në fakultetin e mjekësisë dhe mezi u diplomua se ishte një shpirt të rebel, për shkak se kishte vizituar Ismail Qemal Vlorën në Stamboll, provoi edhe burgun e Sultan Abdulhamitit, doktor Izzat Evliku, që punonte si mjek në nxyrën e doganas, që në rinit e tij u mor me aktivitet letrar, kulturor, ai studionte poema popullore dhe shkruante artikuj letrare kritik, duke i botuar në revistat e asaj kohe, si Serveti Fonon, Malumat, Pejami Ati e të tjerë. Regjimi tiranik i Sultan Abdulhamitit e detyroi Izzat Evlikun të bashkëpunohej me Xhan Turçi që vepronin ilegalisht. Më 1908 ai u zgjodh deputet i EDRNES, bante fjalimet të zjata për demokracinë shumë partijake, po shpejt u prish me partinë Bashkim për Parim, që kishte zënë një rrugë hipokrite. Më 1911 mori pjesë në Partinë Liberale Përparimtare Demokratike, Bashkim e Liri, ku bënte pjesë edhe Ismail Qemal Vlora. Doktor Tevfiku njëkohësisht dha mësime edhe në shkollën amerikane Europet College të Stambollit, gjithashtu jete leksione në shumë disiplina shkencore e letrare në Universitetin e Stambollit. Gjatë jetës ai bëri një gabim të madh në shkruaj si delegat i qeverisë kukull të Stambollit të Damat Ferit Pashës marrëveshjen e Sevlejt, e cila përbënte vdekjen e shtetit Osman. Ndaj kësaj marrëveshje u protestua ashpër nga rinja turke dhe ai dha dorëheqjen edhe si profesor i universitetit dhe si ministër i arsimit. Doktor Tevfiku ishte shumë i zgjuar, por me nënshkrimin e Sevlejt bëri një gabim që nuk falej, se ajo marrëveshje nuk sfaroste vetëm dinastinë osmane, por receptonte edhe tokat anëtare të turqëve të pafajshëm. Një profesor i letërsisë turke, Ismail Habib, shkruan: Doktor Tevfiku ka shumë merite letrare, mjekësore dhe filozofike, por edhe kulturore, poetike, folklorike, politike, diplomatike, psikosociale, historike, kuptimore, elokuente dhe të tjerë. Gjithë këto cilësit ishte e mundur të përzjeshin në një kazan, do të dinte vetëm një aliazh, poezia lirike popullore e nivelit të lartë e Izzat Tevfikut. Ai ishte shkrimtari i parë që bëri të njohur folklorin në një studim të gjatë të botuar në revistën Pejam e Debi, i 1913, ku doktor Tevfiku nuk e mohon origjinën e tij shqiptare. Në një vjersh ai thot: "Kushto që ka dëshirë ta di, babane kam shqiptar dhe nanën çerkeze." Doktor Tevfiku, sado që nuk pati lidhje efektive me autonomistët shqiptar, ai gjithmonë u interesua për kulturën shqiptare dhe e përkrau pavarësinë e Shqipërisë dhe ngritën e flamurit në Vlorë nga Ismail